Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, aku po ritakohemi sërish së bashku në kanalin Monitor TV me mua Tyron Alilin për të sjellur pranë jush ngjarjet më të fundit që po ndodhin tek artistët, tek imazhet publike, tek showbizi jon. Pas përfundimit të Big Brotherit, jo të gjithë banorët kanë fatin që të marrin dhuratat më të bukura, që është punësimi në Top Channel, por disa prej tyre kanë siguruar një vend të mirë. Dhe po këtë sezon, po këtë verë të bukur, në emisionin Gocat dhe Gra do të shtohen dy moderatore të mrekullueshme. Do t'jetë Gerta Gixhari dhe Loredana Brati. Unë e pata thënë që Loredana do t'jetë pjesë e medjes, duke njohur bukur këtë drejtim, duke njohur bukur këtë sferë, sepse vetëm memet e Loredanës do t'jenë bukur të kuptueshme. Gerta Gixhari do të rikthehet në Goca dhe Gra bashkë me Egla Cenon, Rudina Dembacaj, Loredana Bratin. Do t'jetë një super kombinim, do t'jetë një super ndjekshmëri, jam shumë i bindur për këtë. Do të trajtojnë tema të ndryshme, ndoshta Loredana për herë të parë do të na flet për Jozin, për dashurinë me Jozin, edhe pse nuk ekziston asnjë fotografi që Jozi ka qenë prezent në ditëlindjen e Loredanës, do të kemi këtë mundësinë që të kuptojmë për marrëdhënien e saj me Jozin. Do të ishte shumë e bukur, do të më pëlqen Loredana si paneliste, sepse në këtë rast gocat të tjera përveç Rudinës, e cila mbetet moderatore dhe prezantuese e Goca dhe Gra, gocat e tjera janë paneliste të cilat diskutojnë, komentojnë, japin mendimet e tyre, japin qëndrimet e tyre për temën të cilën e kanë përzgjedhur. Top Channel nuk e zgjati shumë përzgjedhjen se si do të vendoseshin ish banorët e shtëpisë së Big Brotherit tashmë. Pres një nismë të bukur, do t'jetë një nismë fantastike, ndaçe Gerta Gixharit, ndaçe Loredanës. Loredana besoj që do të na shkri fare me memet e saj, me mënyrën se si Loredana qaset tek publiku. Do me thënë, vitin e kaluar ishte Heidi Baci, por Heidi nuk e gjeti dot veten dhe u tërhoq nga paneli panelistes, më pas u publikua si moderatore në fan club. Ndoshta në fan clubin e Big Brother VIP5 moderatore do ta kemi Loredana Bratin ose Gerta Gixharin. Me dhe gjërat siç duket lidhen, banorët filluan me kontratat e tyre, banorët filluan me nismat e reja. Unë ju uroj shumë suksese dhe nga data 17 maj do të ndjekim Goca dhe Gra nga Loredana Brati, Gerta Gixhari, Rudina Dembacaj dhe Egla Ceno.